Emocionet e Botrorit 2026, emisioni që vijon të transmetohet në RTS Shkodra, pati në fokus momentet më pikante të Kupës së Botës 2026, pretendentët dhe ekipet surprizë me Norvegjin që vazhdon të tërheqë vëmendjen me ecurinë e saj. Gjatë emisionit u analizuan aspektet taktike të ndeshjeve, lojtarët që kanë bërë diferencën dhe pritshmëritë për sfidat çerkfinale, ndërsa të ftuarit ndajnë vlerësimet e tyre për ecurinë e skuadrave pretendente për trofe. Skuadrat mëdha si quhen ashtu bashkë me këta skuadrat e vogla janë minimizu diferencat futboll, sepse po i shohim të luajtë futboll gjitha skuadrat, por për mua është Anglia ajo që më ka bërë përshtypje, një futboll agresiv, futboll fizik, me lojtarë shumë teknikë dhe besoj që Anglia është ajo pretendentja kryesore për mua për me fitu botënorin. Por gjithsesi janë skuadra shumë të forta, siç e përmendët ju, Marokun bashkë me Francën. Jo vetëm Norvegjia, por surprizë në thojza për mu kanë kena disa shtetet të voglet e Afrikës, cilët ndoshta deri para këtij kampionati botëror mund të njohë vetëm për plazhe, por nuk ka se njohë për sa i përket botës sportit kryesisht, por sportit po kryesisht futbollit. Interesante është se mungesa e 3 skuadrave të mëdha në fazën çerkfinale ka ndikuar në një farë mënyrë, unë po shikoj tani në aspektin gazetaresk, në atmosferën që krijon Botrori në përgjithësi në Shkodër. Shohim që këto 3 ekipe kanë patur gjithmonë fansat më të zjarrt. E dim ato skenat që mbahen mend se si dinin të festonin me flamuj gjerman në Shkodër, dhe kjo ndoshta ka ndikuar. Tani kjo është edhe një vërejtje për gjithë organizatorët, ndoshta institucionet që nuk kanë bërë shumë sa duhet për këtë botror, ndoshta për të krijuar një fan zone. Emocionet e Botrorit 2026 do të vijojnë të jenë prezente çdo mbrëmje në ekranin e RTS Shkodra.